A keni mendu ndonjëherë çka nëse për një me dikun shpërthen një bombë atomike? E dim që të lashet mes Rusisë edhe Ukrainës po vazhdojnë, gjithmonë e kërcënojnë njëna tjetrën. Rusia thot që mos u bani nervoz se më njëherë e shej bombën atomike. Po çka nëse për një me ndodh kjo? Sa shtete mujnë me psu, sa mundet me u shpërnda radioaktiviteti e shumë sene tjera që përfshihen me bombën atomike. Mirë po, nuk është qesh tragjike që shdoket. Besoj e keni pa në për filma që kur një bombë atomike shpërthen, çka ka për para e rrafshon, madje edhe çka s'ka për para, vazhdojnë shtete tjera. Jo me bo me lshu në New York, na kap edhe neve në Kosovë. Jo me bo me lshu në Kiev, në Ukrainë, na kap edhe neve në Kosovë. Po cila është e vërteta? Ekziston një webfaqe në internet ku mundeni me bo një test të tillë. Nuclearsecrecy.com, e keni të shkruar me këtu poshtë, e simulon një rast të shpërthimit të bombës atomike. Çka nëse shpërthen në Kiev? A e kish kap Kosovën? Sipas kalkulimeve të kësaj webfaqe, jo, na jena të sigurt. Madje, edhe nëse Rusia qartët edhe e lanson bombën atomike me 10.000 kiloton, edhe vendos jo Kievën me godit, por Berlinin, që kena shumë shqiptarë atje, shumë keq. Po për neve në Kosovë është sigurt. Prandaj, para se mi u besu filmave të Hollywoodit e filmave të Bollywoodit, unë ju kisha sugjeru me hi edhe me testu vet. Por, normal, shpresojmë ton kohën që nuk vjen puna deri aty, sepse këto testime bohen vetëm me një bombë atomike. Çka nëse Rusia qartët në krye dhe i lëshon ma shumë se 10?